Lideri në tabelën e klasifikimit, ekipi i Shkëndijës ka një ndeshje shumë të vështirë në sfidën me ekipin e Tikveshit në Kavadar. Ekipi në drejtimin e trajnerit Jeton Beqiri gjatë gjithë javës ka punuar në aspektin taktik dhe teknik, ndërsa po menaxhon edhe situatën shkaku i disa mungesave të mundshme për shkak të lëndimeve. Kundër Tikveshit mund të mungojnë Adenis Shala dhe Ronaldo Webster, shkaku i lëndimeve, por për këtë trajneri do të vendos paranisjes për në Kavadar. Kundër Tikveshit në kombinim do të jetë dhe sulmuesi Fiton Ademi, i cili ka vuajtur dënimin shkaku i 5 kartonëve të verdh. Senegalezi Fabricie Tamba, në pritje të ndeshjes së nesërme, u shpreh se do të jetë vështirë, por ne do të fitojmë ndeshjen kundër Tikveshit. We made very good preparation. The team was working very hard. Gjatë pauzës ne bëm përgatitje shumë të mira, ekipi i punoi shumë fort dhe mendoj se tani jemi të përgatitur për gjithçka. Jemi të gatshëm të luajmë kundër të gjitha skuadrave në ligë dhe mendoj se gjithçka do të jetë në rregull. Është normale sepse Tikveshi është duke luftuar të qëndrojë në ligë dhe ne luftojmë për titullin. Prandaj mendoj se është sfidë e madhe. Ata garojnë për diçka dhe ne gjithashtu garojmë për diçka, por diçka më të madhe, sepse ne luftojmë për titullin. Kemi parë herën e fundit se nuk ishte e lehtë. S'mund të them se ishte ndeshje e vështirë, por nuk ishte ashtu siç pritëm ne. Fituam ndeshjen 1-0. Nesër, siç ju thash, është një sfidë e re për ne, sepse luftojmë për titullin, mendoj se do të japim gjithçka dhe do ta fitojmë ndeshjen nesër. Një ndeshje shumë e rëndësishme zhvillohet në stadiumin e qytetit në Gostivar, ku përballen Besa e Dobërdollit dhe ekipi i Gostivarit. Futbollisti Mexhit Neziri thotë se pavarësisht humbjes javën e kaluar, ekipi qëndron mirë dhe shpreson në fitore. Pavarësisht humbjes fundit, ekipi qëndron shumë mirë, atmosfera në ekip është shumë e mirë, ne edhe pavarësisht humbjes, domethënë ekipi luajti shumë mirë në atë ndeshje, jena të përgatitur maksimalisht për këtë derbi, do të jetë një ndeshje e vështirë, Gostivari ka një ekip shumë të mirë po nevoja për pikë të ekipi jonë është shumë e madhe dhe shpresoj dhe besoj se në këtë ndeshje do ta bëjmë më të mirën dhe pikët do të ngelen tek ne. Në stadiumin e Çajirit, ekipi i Shkupit është Nikoqire e Rabotniçkit. Të dyja këto ekipe kanë pretendimet të qarta, së paku të sigurojnë pjesëmarrje në garat europiane. Voska Sport në përballje kundër Sileksit do të mundohet të siguron 3 pikë që mund të jetë vendimtare për mbijetesë. Një situatë e ngjashme është edhe takimi në Strumicë mes AP Brera dhe Vardarit, pasi dy ekipet akoma luftojnë mbijetesën. 5 takimet e së dielës fillojnë në ora 15 takohen. Besa Gostivari, Tikveshi Shkëndija, Shkupi Rabotniçki, Voska Sport Sileksi dhe AP Brera Vardari.